Ndrimi i orës për sezonin veror do të hyjë në fuqi këtë të diel, më 29 mars. Në orën 02 të mëngjesit, Akrepa do të zhvendosen 60 minuta përpara, duke kaluar direkt në 03. Kjo do të thotë se qytetarët do të humbasin një orë gjumë, por në këmbim do të kenë më shumë dritë natyrale gjatë pasdites dhe mbrëmjes. Ky ndryshim bëhet çdo vit në fund të marsit dhe synon të shfrytëzojë më mirë dritën e diellit, duke reduktuar konsumin e energjisë elektrike. Ideja për ndryshimin e orës u propozua fillimisht nga Benjamin Franklin në shekullin 18 dhe u zbatua për herë të parë në Evropë në vitin 1916, gjatë periudhës së luftës së parë botërore. Ora verore do të qëndrojë në fuqi deri në të dielën e fundit të muajit tetor, kur Akrepa do të kthehen sërish një orë pas, duke rikthyer orën dimërore. Pavarësisht diskutimeve të vazhdueshme në institucionet evropiane për ta hequr këtë praktikë, ndryshimi i orës vazhdon të zbatohet në shumë vende.